policisë, ku kishim edhe arrestime në zyrtar, ndërtoi edhe të lirën e qellarit. Kjo fund ka kërkuar lirimin në gjykatën e lartë. A mendon se gjykata do ta pranojë dhe si veprohet në të tilla raste? Çështja është në gjykatë lartë, më thënë, duhet qenë se është në sistemi gjyqësor, më thënë, nuk ka mbaruar filtrin e bërshëm, po mundohemi të jemi pak korrekt me interpretimin. Gjykata e lartë, siç e tha dhe kryetari i gjykatës lartë, me ndryshimet e fundit kohët në procedurës penale është një filtr shumë i hollë, pra që të kalojë çështjen në seancë gjyqësore që të verifikohet, domethënë. Pjesa më e madhe e çështjeve mbyllet në dhomë këshillimi. Pra ke shumë pak që kalojnë në seancë gjyqësore që të. Kjo është një problem tjetër, domethënë, që duhet të diskutohet herë tjetër, por me ndryshimet e kodit procedurës penale, kjo është një praktik. Është gjykata, trupi gjykues që do ta çmojë nëse janë shkel apo jo dispozitat ligjore për sa i përket këtij tenderi. Nëse janë këta autorët apo jo, pavarësisht se vendimi ka marrë formë prerë, duhet të shikohet gjykata e lartë shef dhe procedurën dhe shkeljen e rënd të ligjit material, duhet parë dhe procedura nëse janë respektuar liritë dhe drejtat e njeriut për një proces të rregullt ligjor. Presim dashur. Me kushtet edhe një hetimi pasuror, çfarë ndodh? Hetimi pasuror është i pavarur, nuk ka lidhje. Pra ndodhi ti e ke hetimin pasuror aty. Do verifikohen pronat, kaq, kjo është çështje fakti. Ti e edhe kur lidhe me dyshime për afera. Nuk ka lidhje me çështjen penale fare. Ti e ke një hetim pasuror zgjat me vite. Domethënë, nuk ka lidhje çështja penale me hetimin pasuror. Është ligji për mos parat që mund të jenë edhe po more pafajësi prapë s'ka lidhje. Pra do verifikohen pronat. Ato aktivitete mund të kenë çuar që ti të pasurosh në një kohë të shkurtër, nuk rëndon si hetimin? Janë dy çështje të ndara. Është çështja penale në lidhje me këtë tender, ndërkohë është dhe verifikimi pronave që mund të jetë zgjat hetimi, zgjat me vite, që të verifikohen lëvizjet, i justifikohet apo jo. Pra, kjo është fazë tjetër, kjo është tjetër. Prandaj, hetimi pasuror është tjetër. Tani shikohen nëse ekziston apo jo kushtet ligjore. Pra, ky person duke filluar nga në qellari dhe varësit e saj ose më kanë kryer apo jo vepër penale. Kanë lidhje shkryer kjo vepër, nëse është shkryer nga këta, se mund të jetë kryer nga një person tjetër dhe janë akuzuar kota, se po e marrim të në mënyrë hipotetike. Pra do jetë gjykata që do ta çmojë rolin e gjithçkujt në këtë çështje. Do presim. Në rast se ka dyshime, mund të kalojë në dhomë, domethënë nga dhoma e këshillimit të kalojë në seancë gjyqësore që ti dëgjoj edhe një herë palët.